Kemi 4 punëtorë. Një rrugë të mirë nxjerrëm edhe këtu. Nuk kemi nevojë me pagu qira kërkojna, nuk po mashtrohen njerëz tritar pishojnë po vinë me kerrë të mira, ata nuk vedin që kanë dikaj nuk kanë ditë edhe bërë. Na çfarë se bujna e bujna me arsitët tona. Na kon mas por na kon varfën shumë se shkrumun, kështu përveç bunorit s'kena pas kurrë tjetër. Gërbëçorët janë shpirti i këtij vendit. Po ata mu kthy nuk mujnë më. Jetën që kanë atje këtu nuk mujnë me bë. Vëllai kum hjek se djali më ka shkuar të herë në Gjermani. Kretë në shkuar, kretë. Mergjimtarët vinë vjet për vjet. Mas e kanë ndërtu shpia të apet i kanë lënë qashtu. Kur ma mirë se kemi pasë të arsion fshatin Budakov, por këtë fshatat kur ma mirë nuk o konë. E kanë donë suar e për të rënë, o të grasë punojnë kur një. Veç që të pastrimin në shpi, në barë një qonë duarë hajë. Përshëndetje për krejt Mishemin nga unë Eliona. Jemi arsë në fshatin Budakov të komunës së Suharikës. Edhe me ardhe në këtë fshat, përveç cicerimave të zogjve që po i dëgjojmë në këtë fshat, nuk po shohim se ka njerëz ose që po i shohim duke frekuentu rrugën. Përveç kësaj, kemi dëgjuar se Budakova është një fshat shumë i bukur, ka shtëpi shumë të bukura, por fatkeqësisht këto shtëpitë e bukura edhe luksoze po shihet dhe dihet se janë shtëpi veç të mërgjimtarëve. Po vazhdojmë në fshat për me e pa se çka ka të veçantë në këtë fshat, edhe me gjetë dikon prej banorëve për ta takuar realisht, edhe me na tregu diçka rreth fshatit se çfarë veçori ka. Hajdeni bashkë me mua. Të dashur miq, gjatë ecjes që po bëjmë në fshatin Budakov, po shohim se janë shtëpi shumë të bukura, një fshat shumë i qetë, edhe me një ambient edhe natyrë shumë të bukur edhe të pastër. Përveç kësaj, krejt pozita e këtij vendi që janë ka tepër e bukur, një fshat shumë i rregullum, edhe me shtëpia shumë luksoze të bukura. Afër nesh kemi edhe një shtëpi me të cilën ka qëndru sipas banorëve të fshatit, që na thanë prapa kamerave, kanë qëndru këtu ushtria çlirimtare e Kosovës, me të cilën po shënon edhe batalioni 2 brigada 123. Pra, gjatë kohës së luftës, një pjesë e madhe e ushtarëve kanë qëndruar në këtë shtëpi. Po vazhdojmë gjatë rrugës me tentu me taku dikon prej banorëve, edhe me na tregu më shumë rreth fshatit Budakov. Me që gjatë rrugës që po e bëjmë këtu në fshatin e Budakovës, po e shoh prapa kamerave është një banor i këtij fshati, që po na kshyer edhe na po dojna me pyet se kush është, çka është edhe gjithçka më tepër. Përshëndetje Bac. Përshëndetje edhe juve, mirë dita. Çish po kaloni? Mirë kalojmë. Ju jeni banori i fshatit Budakovës. Budakov. Çish po kaloni në Budakov? Mirë kalojmë, fshati Budakov është një fshat malor, i cili zakonisht mirret me gërbet, me bujqësi. Nuk është vend që e kultivojnë qatë shumë bujqësien, edhe kështu. A është një pjesë e vogël bile që merren me bujqësi? Jo, në fshatin tonë me bujqësi shumë, me bloktori, edhe ka me këtë shtela nuk është ashtu vend malor, nuk bëhet shumë. Po shihet se është një vend, një fshat shumë i pastër, edhe me një rregullim shumë të mirë të shtëpive. Kjo është fal grupetgjive, të cilët kanë investuar shumë fshatin Budakov, edhe pse fshati Budakov është fshat tërësisht i djegun, sepse pushka po e lirisë është krisë të fshat, edhe është fshat i mërmetuar pas lutës, grupetgjit kanë dhënë një kontribut shumë të madh, edhe fshati është i ndërtuar mirë, në fshatin tonë jetohet mirë, zakonisht jetohet me tona të gërbetit. Edhe tek këto ka dikush me blegtëri dhe me bujqësi më pak. E dim se fshati Budakov ka shumë dëshmor të luftës. Po tregojmë sa ka qenë hjekun kështu nga lufta fshati Budakov. Fshati Budakov është një ndër fshatat më të rrezikshme të komunës së Suharikës, është i djegun 100%. 100% luftë është i djegun, por fal kontributit fshatarëve që janë jashtëzakonisht punëtorë të mëdhenj, kanë arritur që fshati është i ndërtuar, ka problem, nuk kemi ujë sjellës, gjëra që nuk na mungojnë shumë. Gjëra që infrastruktura është e rregulluar mirë, edhe kështu. Mos kishte qenë te unë kisha menduar që edhe kjo shtëpia është e mërgjimtarëve. Pra, domethënë fshati Budakov pas ka shumë mërgjimtar. Po tregom çysh është vera kur të vjen korriku, gushti, çysh është vera këto prej njerëzve. Këtu atë fillon gjallëria e fshatit, kthehen gërbëçort, edhe fillon mermetimi edhe më i madh i fshatit, fillon një gjallëri pak më gjallë, gërbëxhitje, dashna di ato, domethënë atëherë është korriku dhe gushti është gjallëria që në fshatit më shkurt. Kur po i përmend gërbëçort, po e shoh që po je i pikëllum. Tregon sa keni familjar jashtë ju? Po kemi, edhe na kemi familjar jashtë, që të presim në ardhë.
Na jem këtu me djemë tjerë punojnë këtu, jem një firmë 2 drejtare punojmë, me që ato jesëm gjallë. Po e dim që kur vinë gurbeqartë e di që në ndreqet krejt jeta verës. Tregon pak qysh është jeta me gurbeqartë, sa ka gjallë një fshati? Po ajo është, gurbeqartë janë shpirti i këtij vendit. Domthonë pa ata na nuk e mendojmë jetë, se ajo që s'mund me jetë, pa nuk e mendojmë jetë. A mendon që duhet më kthi pak gurbeqarë në vendin e tyne? Po është dash, na muna me thonë shka dush, po ata më kthi nuk mujnë mo. Sepse jetën që kanë atje këto nuk mujnë me bo. Edhe tash fëmijët aty janë adaptuar me një jetë. Ta jetë edhe e kanë vështirë më adaptuar në këtë jetën e këtu, po edhe aty në urojnë sukses, edhe vetit i urojnë sukses këto, me kalu që shumë qështë. E dim tash që kjo koha e fundit, secili person po del në mërgim, në Gjermani, në Zvicër, në Itali. Tregon pak, a mendon që kanë me gjetë veten shumë ma mirë atje në kohën e tashme që po jetojmë? Po tash me folë realitetin, është shumë ma keq në gërbet. Për shembull, jeta është ma mërzitshme, po janë ambientuar atje edhe po dëshirojnë me jetu ma shligën ma shkurt. Çfarë firme thatë Bac që keni ju këtu? 2 drejtare. 2 Po drejtore. plastikës, rindi plast. A ju shkon biznesi mirë? Po mirë shkon biznesi. Jashtëzakonisht shkon mirë. Jena korrekt, punojna me njerëz, nuk i gënjem edhe ata vinë. Më pse jena shumë larg për qendrën e qytetit, nuk jem të interesuar me kombinat qytet. Sa punëtorë keni ju në firmën e juaj? Kemi 4 punëtorë. 4 punëtorë. Po. Qysh ju ecë puna? Mendon që shumë ma mirë gjendemi këtu me një biznes tonë, se sa me dalë me punu për shkak. Unë për veti edhe më marr për çdo ditë më qua atje dhe më kthyn në akşam unë s'shkoj. Se jo më shku me jetu, po marr më mëngjes këtu dhe më kthyn vonë nuk shkoj. Pse? Sepse në shrat dal shoqënora me njerëz të fshatit tem, një rrugë të mirë nxjerrëm edhe këtu. Domethënë nuk kem nevojë mi pagu qira kërkojna, nuk kem nevojë më shku mi pagu kush në universitetin tuaj, i paguajnë në universitetin tonë edhe kështu. Apo thuaj që shumë ma mirë na del që kjo rruga këtu që e kem, a me dalë në Zvicër dykon? Po kjo rruga këtu është me përmend me numra është shumë ma vogël, po kënaqësia është ma e madhe me harxhu çto këtu. Edhe me ditë me shfrytzu, tash mos më krahasu na për shembull po mashtrohen njerëz për Ital pjeshohen po vinë me kerrë të mira, ata nuk vedin që kanë dikë nuk kanë ditë edhe barg. Na çfarë se buna e buna me afsitë tona. Edhe për çata është pa mirë këtu. Përshëndetesh me dikon, shkon te një mjek, shkon te një shoq, shkon te një kajtar gërbeti këtu nuk i ka. A mund me dalë ata në gërbet me shku musafir të njëri tjetrit? Po mund me shku musafir, po nuk kanë ku të bëhet mujesin pa rrugë. Po thua. Po valla. Tregom që sa kuja ke fillu të firmës tone? Na e kena fillu që dikun ka një 10 vjet. Që 10 vjet. Që janë fillimet? Fillimet janë konë na konë mas, por na konë të varfën shumë, se domoni na konë të shkrumun, kështu përveç bunorit s'kena pas kurrë tjetër. Edhe ja kena filluar thuja gati prej zerrës. Po tash jena stabilizuar mirë. Punë shkojnë mirë ashtu. Jo tash me mona na fitim sin Zvicër sen, po për në Kosovë jam të kënaqur. Nuk na mungon për momentin nuk na mungon kurrë. Paga që i keni domethënë me këtë biznes janë të mjaftuar. Tregom fshati Budakov çfarë veçori të mira ka, për çka njihet më shumë? Budakova njihet më shumë për mikpritje. Domethënë njihet prej kohës Turqijës, po njihet si fshat Budakov. Domethënë edhe nëse i thut dikun në Prishtinë janë i Budakovës, e din njerëzit ku është Budakova. Domethënë që njerëzit tonë kanë lënë emrin të mirë. Edhe gjenerata e re një Budakovën, se shtabi i parë që kësë është kjo në Budakovë. Dëshmori i parë i komunës së Arekës ka me 3 korrik në Budakovë. Edhe humbje tha mikit, edhe Serbia i përmenë sa që ka pas këtë Budakovë. Fal njerëzve tonë, vullnetarë, edhe fal fshatit që ka pas pozitën të mirë gjeografike, edhe kështu. Tha që domethënë njerëzit e Budakovës janë të njohur për mirëpritje. Pra hala në Budakovë nëse shkon te dikush pa i tregu, pa e thirrë që po vi, ka shumë mirëpritje. Je shumë i mirëpritën, edhe është problem me uqu për një ditë. Domethënë, fshatin Budakovë ki njerëz hala që shkojnë me veshje kombëtare, janë rregullisht, domethënë standard. Po Budakova njihet për veçoritë, domethënë më të mirat komunës së Arekës njihet Budakova, domethënë besa e Budakovës është nivelin më të njëjtë, domethënë. Edhe mikpritja është nuk ka mundësi më konë ma mirë qysh.
Pra njerëzit e Budakovës është një pjesë e vogël apo një pjesë e madhe? Ja. Që e përdorin veshjen tradicionale? Ja, veshje tradicionale ka janë gjeneratat e mosme, e mojnë për nostalgji diqysh. Gjeneratat e mosme e mojnë halot, mund ka numër të madh ka. Pra rrinë ende me tirqe, me plisa, me... Po, ato e mojnë. Për shkak se prindit e tyre i kanë mojtë edhe e llogaritin veten pak ma shqiftare. Qysh është mirë pritja te ata? Ata është, domethënë i ftojnë njerëzit për qef për darkë. A kanë oda ende? Po, kanë oda, po i ftojnë njerëzit për darkë, veç me po, në shpellën ju ka dhënë fëmijëve që qysh partar janë vesh, qysh partar kanë net, kështu. Vatës faleminderit shumë. S'ka përse. Faleminderit shumë për krejt thonat edhe shumë kohën që na kushove. Të dashur miq, gjatë ecjes që po e bëjmë në këtë fshat, në rrugicat e fshatit Budakov, po e shohim se përveç shtëpive të mëdha, të mira, e gjitha të mira që i pas ka ky fshat, po e shohim se edhe një pjesë e madhe është e mbushur me gjelbrem. Gjatë ecjes që na e bëjnë këto, kemi hasë edhe me një plakë me të cilën është e vendosur këto, që ka të bëjë me UÇK-n. Thotë se kjo shtëpia ka qenë pronë dhe është pronë e Isak Sallaukës, me të cilën gjatë luftës periudhës 1998-99, kjo shtëpi ka shërby si kuzhina e ushtrisë në periudha të caktuara. Kjo pjesë shihet se është simbolizuar në qershor të vitit 2025 nga komuna e Suharikës, pra është shumë afër që është vendosur kjo plakat edhe është njoftim, domethënë për krejt ata që vijnë këto, si për gazetarë, si për çdo njeri ose banor ose vizitor që vjen në këtë fshat, për me e pas se për çka ka shërby kjo shtëpi, pse jo për me i tregu të mirat e njerëzve që kanë bërë gjatë luftës. Miqtë e mi, gjatë rrugës që përbojnë në fshatin Budakov e kemi taku një bac shumë njeri i mirë. Edhe na e kemi rastin për me bisedu me ta. Bac Atahir, përshëndetje. Përshëndetje. Qysh po kalone? Mirë po kalojmë. Tregom Bac Atahir sa vjet i ki? I kam 84 vjet. 84 vjet. Unë vetë se e qillova para kamerave, unë e dita sa vjet i kite, po kamermani se ka dit. Wallahi, ai se ka dit. Hiç se ka dit ai. Ai se ka majt natë për me dit na së në dim bashkë mirë. Qa të dikun ja ka mësi? Unë nuk e din, asti nuk e din vjetë tua, kërkush nuk e din cakt, se ti len pa dije. Në atë kohën e juve ju kanë shkru, po nuk e kanë ditë Të sa hoxha vjetë. edhe kanë shkru. Po. Të hoxha në e kneve. Bas ti ki 84 vjetë. Tregom qysh jemi shnit. Në shnet të ke këtu mirë kokrave para që molla kom. Nuk prit për gjë tjetër. Para që molla që në gjep ka shkoj i kam. Qysh po kaloni në fshatin Budakov? Wallahi, mirë po kalojmë, kur ma mirë nuk o konë. Kur ma mirë se kemi pasë të në fshatin Budakov, po në këtë fshatat, dërtesa të reja këtë shpijat, ushtrimet janë botë mira, vlaq nuk shkelmi më në vlaq, pidera shpijës hetë. Baci Tahir, masi e kena natyrën shumë e mirë dhe veni shumë i mirë, po bisedojnë edhe po hecme. Ani. Tregon pak për fshatin Budakov, çfarë fshati është? Fshati Budakov i ka një 300 shpi. Po 300 shpi, po si që shpi ka 3-4 familje, pak shpi që janë kalablik. Vetëm një migja jem o 30 vetë. Një migja jote është 30 Po vetë. gjellë të vlavë janë 30 vetë. A jetojnë krejt bashkë me një shpi? Këtë bashkë jetojnë me një shpi. A pilojnë gratë të tyve me nejt me një shpi krejt O, kalablik? valla, të ke këtu pikan lonë, të ke këtu. O, këtë janë 3 pej, 53 vjetë të poshtë ata. Po, a? 7 vlatën i kanë aty tash 11 gra. Se ata gjellë të gjellëve janë martu një 2-3, ato në mund 11-12. A i kanë raportet mirë? Mira i kanë te këtu. Tregon pak a ka met njerëz halon fshatin Budakov. A ka njerëz? Njerëz në fshatin Budakov të kej frikë ka pas, tash i kanë dalë. Mas e kanë ndërtu shpia ata, apet i kanë lonë qashtu. E kanë donë Suarek, Prizren, Frizaj, Prishtinë. Edhe në Gjermani e nëzisa ka Në Gjermani, unë kam një gjallë në Gjermani. Po, a? Po, e ka shpinë vetë që e ka ble, me 10 toka që e ka ble pak. Na këtu në fshatin Budakov i pom shumë shtëpiat e mira, Qartë. shumë të ndrejtshta mirë, ama asnjë njerëz se kena po. Gjinë të ka se krejtë të rinia së kohës tonë e këtyne krejtë që kënë punojnë poshtë në Suarek, në Prizren, tonë edhe për Gjermania në i kënej. Hajde po ecim Bac Atahir edhe pak, edhe tregom njerëzit mërgjimtarët.
A kanë me ardhë verës, kanë familjarët e juve? Mërgjimtarët vinë vjet për vjet. Që si ka i 23 korrek. Kanë me ardhë shumë frikë dhe pak kanë metë. Po. Asë një mujtë Ata s'kanë metë. fillon me kretë në shku, kretë. I kanë marrë, edhe shkolla i ka pas 400 donta, tash 200 donta nuk i ka. Shumë pak njerëz kanë metë. Po për 400 donta kanë me 200. Kretë, shkollë kanë po 3 shkolla janë. Po. Një shkolla u këtën qendër poshtë, një që atje. Po. Ajo atje i ka një 3-4-5 donta. Ajo atje i ka pak ma shumë një 6-8. E kja i ka një 150. Basi ta herë, na e pom që njerëzit e Budakovës ko kanë shumë njerëz të mirë. Edhe kena marrë vesh që njerëzit e Budakovës ko hala që mojnë plisa, rinë me tërë, që ti për shembull je me plis. Dajmë kena shku me thirti me ato, po tash në kalurën s'ka me thirti veç, unë shtë një me halë teme. Edhe një ka metë me halë Po, tonde. unë pak për mas me. Ajo është i mirë, aj shumë. Po o vjetrua, aj o lua. Ti pse i ke hek tërqit? Qa? Pse i ke hek tërqit? S'ku mujtë me tona, vëllaj, kum hekë se gjalli, më ka shku kojtë herë në Gjermani, a ne këne, tjerqit s'po marojnë mo gratë shkuna. Po, a? Ja, gratë tash janë kulturë krejt, për marak janë. A vëllaj, për onë me bujësis me punu, hisë punujnë. Hitë zjalojnë shaj. Ja, vëllaj, për para, me qëto kënë arnu. Po. Tash i qalon shaj, asë në maru shkuna, asë me qitë me gatu ato së kur kanë gatu për para mirë. S'ka tash një mo. O pas tash të shqitoret, furat krejtën gatë po janë. Furat, këto nuk janë të mira, ushqimi nuk ojë mirë së kur o konë për para. Po, e vërtet është, që së kanë, s'është i mirë që shukon ma herët. Ama tash ja po pritojnë pak e gratë. O të gratë punojnë kur një. Valla gati e hitë kur një. Veç që të pastrimin në shpi, na barë një qonë dorë, haj. Tregon pak gratë e sotit. Ha, Pse po thuj që s'po i bajnë krejt punë të këto mirë? punë nuk po i bojnë se tashti kanë mo shpijat mira, po kanë punë mrena shpijës. Ku të hishë është pasër së kur në apotekë. Pa pe shef që po pasroj ka në shpijen. Po mirë, po ushqimi, ti sa dush më shku pasër si më ta kishë ushqimin e mirë, s'mon është bëkon e shnetshme. është më nërnën shumë. Ushqimi krejtë i ka ndorë, butësia i ka. Mi moj gjanë, mi mjell gjanë, me bot lynin, gjathin, këto. Fyrtik, to i shka blej, aj ti ka i shkan me marë në shitore, unë për blej të ashtë, se unë ku mbaj dalë. Ti ka i për merë ato, kur aj nuk nësë kur me mbajt vetë. Po. A për para, gratit në pitë, bukësimite, bukëmërume, hitë pa fasaq, po atë mira shumë. Ajo konë tepër nga të reglit, po kjo kultura pak ma mirë, e veshe masë ko ma mirë, qëra herë konë këtë desha. Ta është desha së të bush, me gjujtë. Valla e bepët maj, dhe të misha i kam që ati falë edhe së veshe. E qa po menon na qikat e reja, e ke po ka neri kena do pantollat shkym? Jo, po ato... Që shukon në kohën e juve, atëherë i keni mori, keni kip? I kanë pas dodimia, do në ma herët i kanë pas dodone, në kajde tirë që. I ljesin që shto, po tash i qikat e reja, gjellë të ri, këtë ma mirë. Ma mirë. Sot për ma mirë, qikat këtë, kulturune ma mirë, këtë. Atës, shefshin, kur gjo, po dresnin e kalojshin, amo kështë po mësishna. A shqiptar jemi. Da shqiptar, da angles, da shkaje, po unë jem konë në Gjermani. Po, Konë aeroplana në Gjermani. Ma mirë se që tashti rinia asë njëherë. Rinia është shumë me mirë. Po, rinia qërë gjonë që ashtu veprojnë. Po, kushtet e mira nuk i lojnë fort me shku me punu. Po. Këta luftën se kanë po bashkë mirë, se shka të banë. Edhe është plaki i parë i krejta katuneve që i kemi vizitu diri tash, që po e vlerëson i rinin, edhe po thot që është tash shumë mirë se sa në kohën e më hershme. A di bile si nata me ditë. Si nata me ditë. Po, vallahi, edhe si që në herë pi vlerësojnë edhe plesh, po a mujtë e basta, a mujtë e sunë shkoj ka herë në qoare shkoj shpeshën për i zaren, a mujtë e basta, a mujtë anera
Do janë hala se kërkohen e më, kam diçka nduar, për të një moj. Prej krejt njerëzve që i kemi takuna për fshatna, je i parit që po na thu këto fjallë, se krejt po thonë s'po na respektojnë rinia, nuk po na dojnë. Krejt do sene mirë, po kja puna është shumë ma mirë, tashti se gjithmonë. Isha valla nga Zoti, nuk na rok na rruf, se kur së konë Kosova qështu. Ama dhe thia bëjnë fjalla ne kënej, kur që ata nuk kanë bash mirë, po mirë janë. Ata qështu e ki popullin, qështu gjemoti, qështu edhe hoxha. Po e vërtit. Edhe ata janë qështu. Edhe këta, kujtove më konë unë atjas, bëjmë gërbuja ngrepi veti mas pari, të në shka tjesin i hanë edhe gjoja. Faleminderit shumë për krejt kohën edhe fjallë të mira që na i tha diri tash. Vëllaj që të fjallë janë mirë ishi shala nga Zoti, se ata duhet edhe këta me shkollë, duhet me lezu shapo bëhet në botë. Unë e për cjellë shapo bëhet, jo ata të rritë duhet me hapsën që kaqë, se ne të kemi që ta të rritë, jo, të rritë se kam prejetu, zdinë, s'kanë faj. Bas, faleminderit shumë. Populli maj mirë, populli shqiptar, gjerman, amerikan, që ta. Faleminderit shumë, Bas. Me njerë ku është je gjithë mirë. Miqemi, gati se në përfundim të kësaj dite në fshatin Budakov, jemi thuj se në fund edhe gjatë kësaj rrugë që po e bojmë, po e shohim edhe xhamin e fshatit. Kjo xhami, si që po shihet nga larg, po edhe tash e kemi mundësi me po nga afër, po duket një xhami shumë e pastër, shumë e mirë mbajtur, me të cilën vetëm banorët e fshatit mundën me e bë këtan. Qysh po shihen edhe qysh po njihen banorët e fshatit janë shumë të mirë, siç e ka edhe në fillim, shumë mikprica, po shihet se edhe kanë pastërtinë në nivel. Xhamia e fshatit mega e bukur, gjithsesi, mega e pastër edhe me një bare jo ashtu të rritur, është e mirëmbajtur në maksimum. Po shohim edhe nga afër edhe keni mundësi me po edhe jo, se sa mirë po duket xhamia e fshatit Budakov. Përveç gjyrimit që jemi të e bërë, nuk mundemi me pështu pa bona i foto me pjesën të mrekullueshme të fshatit Budakov. Është hapësirë e mega e madhe edhe një pamje mega e jashtëzakonshme që e pas ka fshati Budakov, është një pjesë me të cilën po vrehet natyra e gjelbruar, shtëpia shumë të mira dhe pjesa malore shumë e bukur, shumë e pastër me krejta të mirat. Të dashur miq, pas intervistave që i patëm deri më tani me banorët e fshatit të Budakovës, ne ende po vazhdojmë ecën në këtë fshat, jemi thujse në përfundim. Gjithashtu po hasim edhe në një plakat tjetër, siç e patëm edhe pak më herët. Kjo është shtëpia pronë e Alosh Sallaukës, me të cilën gjatë luftës çlirimtare të viteve 1998-99, kjo shtëpi ka shërbyer si punëtori për rregullimin dhe kalibrimin e armëve. Pra këto e njëjta si kur pak ma herët ka pas shërbime të ndryshme me të cilat kanë hasur gjatë periudhës luftës 98-99, me të cilën e njëjta plakat është vendosur gjithashtu në këtë muaj qershor të vitit 2025, që është bë edhe nga komuna e Suharikës. Miqtë të dashur, kaq kishte nga materiali përgatitur sot për fshatin Budakov të komunës së Suharikës. Ishte kërkesë kjo për ta vizituar fshatin Budakov nga zotri Ilir Caka, banori i fshatit, por njëkohësisht mërgjimtar edhe bashkëdhetar nga Gjermania, që me firmën e tij në Gjermani është sponzor i faqes tonë në terren. Nga Budakova deri në fshatin e juaj, mirëmbëjtje.